Dhe për këtë arsye mendoj që do duhet të bëhet një investigim zyrtar, kam fjalën, jo thjesht mediatik, sepse para pak ditësh lexova diku që një ish shef shtabi i ushtrisë në një nga këto vende të Balltike, Letoni, Estoni diku, ishte shpallur fajtor nga gjykata sepse s'kishte justifikuar apo kishte bërë shpenzimet dentare për rregullimin e vendeve me paratë e institucionit. Unë nuk po them që në vendet e tjera nuk ka korrupsion, se s'ka asnjë vend i mundë i korrupsionit, por gjithmonë modeli ekziston, kufiri ekziston, limiti edhe etik ekziston. Është vërtet e trisht kur Besardi foli pak më parë edhe për fatin e një kompanie si ajo e Albanias që hallakat edhe rilindasit morën rrugë të botës prap tani. Pas asaj bujës madhe me të cilën u nis. Por mendoj që është pikërisht mungesa e rregullit, mungesa e disiplinës edhe financiare edhe ligjore, qoftë në funksionimin e një kompanie, qoftë në funksionimin e një qeverie. S'futëm dot më thellë në rastin e problemit të kësaj kompanie, pasi nuk e njoh dhe nuk është fusha ime. Nuk ka problem se nuk po bëjmë investigimin e asaj kompanie, po përpiqemi të kuptojmë faktin e thjeshtë një herë para, nuk kemi më kompani shqiptare. Fluturimi është në iku krenaria aeronautike. Po do të shkoj vetëm një detaj që është tmerrsisht e trishtueshme që një kompani me flamurin shqiptar të falimentoj pikërisht në epokën më të artë të aeroportit për të rritjes së pasagerëve. Ha pra. Është çik paradoks kjo. Nëse ne do ishim një aeroport shumë i vogël dhe madje me pasagjerë në rënje, me një krizë madhe që mund ndodhte ose Covid o mbylli. Po e kuptojmë falimentin. Okej. Po ti po thua që ke 13 milion, 14 milion pasagjerë në aeroportin e Rinasit dhe ty të falimenton kompania kombëtare. Atëherë është aq i qartë që janë politika të gabuara të kësaj kompanie kombëtare. 10% aksione ishin të shtetit, le të themi, por pikërisht 60. Tani janë aq 60 me 40 ku diu me palën tjetër dhe kjo patjetër që nuk bën më sens ekonomik dhe tregtar. Kështu që patjetër duhet hetuar se pse edhe kjo kompani falimentoi, kush janë arsyet e shpërdorimit të fondeve të kësaj kompanie dhe kush janë përfitimet që patjetër edhe pronarët e kësaj kompanie kanë marrë nga ana tjetër. Po ka një gjë që nuk arrit dot ta kuptoj, ky dështim i llatarshëm i kryeministrit me aeronautikën. Ka një marrëdhënie të keqe të Ramës me aeronautikën. E filloi duke marrë nga aeronautika Belinda Ballukun. Po. Dhe ajo nuk i shkoi shumë mirë si histori. Një drejtor aeronautike e ka bërë super investitor paqesh fotovoltaike. Bëri aeroportin e Kukësit, tani më është kthyer aeroporti park fotovoltaik dhe pistë garash, një pjesë. Tani është dhe Vlora. Vlora është më lëmsh se gjithçka tjetër që kemi parë ndonjëherë në këtë vend, është më keq se ca situata të çuditshme periferie. Ky i Tiranës thonë që ka 12 milion turistë, por i falimenton kompania aeronautike. Është si mbreti Mida në invers tani, çdo gjë që prek. Pse po ndodh kjo? Është fati keq? Fat as pak, se s'ka lidhje fati, por ndoshta një konsistencë e keq menaxhimit, një konsistencë e megalomanisë, sepse në Kukës nuk ishte nevojë për aeroport. Në Vlorë po, ka nevojë për aeroport. Por aty tani ku ka nevojë për Vlorë për aeroport, përfitimet e atij aeroporti do jenë kaq të mëdha sa këta ndërhyjnë pa e hap aeroportin. Po e vjedhin para, po e vjedhin para dhe normalisht po vjen dhe ekonominë shqiptare që nuk do përfitoj nga hapja e atij aeroporti.